të rinjët janë të interesuar që ta shijojnë atë kënaqësi që është e momentit, pa menduar nëse e njëjta kënaqësi ju shkakton vujtje në të ardhmen. Ata janë të gatshëm që ta shijojnë gjithçka, që është në një farë forme e ëmbël dhe e këndshme sot, edhe në qoftë se të nesërmen e njëjta ju bie që të është e hidhur për ta, ose ju sjell pasoja fatale në jetën e tyre. Prandaj, duke qenë në këtë moshë që shëmbëltyrat, ikonat, yrneket që sot një i ri i ka në jetën e tij, e ka pra mund ta ketë një njeri që e ndajnë qindra mijëra kilometra distancë gjeografike prej tij. Një i ri i Prizrenit ose i Prishtinës mund ta merr si shembull të tij të jetës një influencer, një njeri me ndikim në Australi ose në skajnë e Afrikës. Dhe në momentin që ky e ka zgjedhur që të jetë motivuesi i jetës së tij, çfarë din i riu ynë nga detajet e jetës së atij? Ky din vetëm një këndvështrim të tij, vetëm një faqe të fletave të jetës së tij. A mos ka lexuar asgjë nga keqbërjet e tij, nga vashmëritë e tij që ka në drogën, as për krimet e tij, as për dosjet e tij, ngarkesat e tij në përgjykata që ka. Dhe i pëlqen një stil i tij, një model i tij, i flokëve të tij, i të folurit të tij, i kërcimeve të tij, i formës së fitimit të paras prej anës së tij, dhe natyrisht duke u motivuar, duke e gjetë si shëmbëltyr qysh me arrit shpejt deri tek fama, tash fillon që ta ketë shembull edhe yrnek në jetën e tij. Ai fillesën e marrjes së modelit për të e ka pas një fillesë ndoshta krejt të pafajshme që quajmë ne. Pra shumë e çeltër, ka dëshirë me pas dikon shembulltyr që në një farë forme e ka ëndrrën edhe ka aspiratën që të ndijek hapat e tij edhe ky do të bënte, do të arrinte një sukses. Mirë po, ky nuk është i vetëdijshëm se çaj person që ky po e merr si yrnek. Jeta e tij e përçdoditshme mund të jetë yrnek veç që ç'dohet me kanë njeriu, jo që ç'dohet me kanë njeriu. Mund të jetë yrnek veç që ç'dohet kur në jetë të shndrohet në model të tillë një i ri. Prandaj duke mos qenë informuar se çfarë veprimtarie bën çaj person, çfarë punë shkryen, çfarë forme fiton paran, në çfarë forme ka arrit famën, ky bie pre edhe bëhet në një farë forme viktim e ignorancës, e territ informativ që e ka rreth atij njeriu. Ky i ri sot nuk e ka gatishmërinë me marr para vetes shëmbëltyrën që ka të gjallë në shtëpinë e tij, që është babai i tij, nëna e tij, vllau ose motra. Pra, është një lloj çoroditje me plot kuptimin e fjalës me quajt, që njeriu e lën i mbyll syt për modelin që është shëmbullues për të, që është prindi, mësuesi, hoxha, hafëzi, profesori, inxhinieri, mjeku, tërë ky grup i njerëzve që vërtet kanë kontribuar për shoqërinë tonë. Një heroj i lirisë, për shembull, me marrë me ndryshuar jetë përshimin e një heroj të lirisë. Na kam përshtypjen që herojnë tanë që ne si brez ndoshta jemi rritur duke ja treguar njëri tjetrit heroizmat e Adem Jasharit, e Zahir Pajezitit, e shokëve të tyre, por rritet një brez i rinisë që është në terr informativ për heroizmat e këtyre njerëzve, për idealet që ata kanë flijuar jetën për hir të tyre. Dhe tu janë shkaluar këto shembuj që e orientojnë për së mbari një rini në një të ardhme, natyrisht se këta janë mjaftuar me shembujt që së njohin fare. I kanë lanë shembujt e njohur të dijshëm për ta, që e din kodin gjenetik të tyre, i din detajet e jetesës së tyre, i din prurjet e tyre që i kanë bërë për shoqëri, i mbyllin syt para tyre dhe marrin një model i cili në fakt është totalisht i panjohur.